pse Partia Demokratike apo Berisha po mundohet që nga ana ligjore të krijojë një ngërç për të vonuar certifikimin e zgjedhjeve të 11 majit? Ju thash pra, ai kërkon të përgatisë një dosje për ta paraqitur në kancelaritë e Bashkimit Evropian dhe të Evropës dhe botës, sidomos në Shtëpinë e Bardhë dhe Parlamentin e Shtetit, që zgjedhjet kanë pasur probleme. Dhe ky është një justifikim, mos në fjalë ajo që unë shikoj që sharake, është që ata nuk e pranojnë humbjen. Në fjalë kanë shumë kohë të cilët vazhdojnë me versione të cilat nuk provojnë besueshmëri, aq më tepër edhe në për ato procedime penale të cilat kanë nisur, aq më tepër edhe te pjesa e disa videove dhe materialeve zgjedhore, të cilët ngelen për të parë dhe ngelen për të analizuar janë apo janë prova reale, të cilat sepse vërtet mund të bësh kallëzim, por kallëzim pa provën kultën. Në procedimin penal, po për analizën tani gjithë elementeve provuese të kallëzimit, ne fjalë shikojmë që nuk qëndron. Janë rrëzuar deri tani 30 procedime penale të nisura që janë për mosfillime. Me këtë vazhdojnë akoma të bëjnë mosfillim, sepse nuk kanë prova, kanë vetëm fjalë. Problemi është që unë që e shpreh këtë, është që ata përsëri nuk e pranojnë fatin e humbjes. Dhe nuk tonë as lapsa skalen që të mendosh që në një situatë të tillë të përdorosh një shkak juridik me pretekstin që janë gjykatat legjitime, ne po bëjmë punën tonë, pretendojnë shkaqe, troç. Dhe në këtë logjik mendimi që ti thuaj që ata nuk e pranojnë humbjen dhe po mundohen që të vonojnë procesin e certifikimit të zgjedhjeve, mendoni se nga ana ligjore Berisha me këtë lëvizje, me këtë metodë do arrijë që të shmangë edhe Nenin Basha të statutit të Partisë Demokratike që kërkon dorëheqjen e kryetarit kur ai humb zgjedhje, pra çfarë mund të ndodh nga ana ligjore, çfarë rrugë mund të ndiqet që të zbatohet Neni Basha nga Berisha? Berisha nuk i njeh zgjedhjet, do të vazhdojmë me këtë pjesë të debatit me kohë, do të hyjë në parlament, do t'i certifikojë Komisioni Qendror i zgjedhjet, do shkojnë ditën e parë në parlament, do të vazhdojnë atë procesin e vet paraqitje në parlament, do të bëjnë ato kazino të cilat ata bëjnë vazhdimisht. Por atëherë, avokat, në qoftë se ndodh kështu siç thua ti, pra në qoftë se ndodh kështu siç thua ti, që Berisha do shkojë në parlament, do i pranojë zgjedhjet, Komisioni Qendror Zgjedhor do i certifikojë, atëherë automatikisht Berisha duhet t'i jap dorëheqjen, duke u bazuar në statutin që ai vetë ka firmosur, apo jo? Shiko, kjo ngrehet për shkak të problematikës së brendshme, të cilën ai do e ngrejë si alibi që zgjedhjet u hodhën dhe unë mund t'jap dorëheqjen. Por a ka një metodë ligjore që duhet të ndiqet brenda Partisë Demokratike në mënyrë që të detyrojnë Berishën të zbatojë statutin? Kush do ta bëjë? Cili? Ata janë të gjithë pishtarët e Berishës. Ata të vrasin për Berishën, ata e sollën Berishën, ata do ta mbajnë Berishën. Berisha mban ata mbajnë Berishën, kështu që Berishën do ta kesh kryetar në parlament dhe nuk do t'ja japi dorëheqje. Kjo është pjesë e provuar. Një anë ligjore që dikush duhet ta ndjek ka në këtë mes? Shikoj, ligjore është brenda forumeve të partisë. Në për gjykata, në për këto nuk kanë poshtë dot. Se është pjesë brenda të ligjit të partive dhe është brenda institucioneve.